të gëzueshëm për këta të rilindjes. Ai ishte ndarë nga gruaja dhe ishte martuar me një burr. A sa bukur ose. O, që ka gëzuar Erioni, që ka gëzuar shumë. Se ka shpresa për të liruar. Jo, po këta ambasada krijuan, ke ato idenë e fotove me fugën me këta të veshur si dëgjoj, Departamenti i Shtetit që je pasaportat, tani vetëm një ka pasaport burr dhe grua. E disa kishte në kohën e Blinkenit 700 gjini. What the fuck? Mund të martohen dhe me Carlo Bertocci, lejoheshe kështu kishte se ti ke ndjekur. Jo, ishte njëri thoshte unë deklarohem si mace dhe kur shkoj në avion i tha asaj ti duhet më trajtosh si mace mua kur të biesh ushqimin ose këta njerëzit. Janë unë kisha shekuj pa par Eurovision dhe pash për asaj vazë simpatike. Aty duket kush është BE-ja. Shikohat festival, mbaron çdo gjë. Domethënë Sorosi që u mundua këtu dëmin më të madh e ka bërë atje. Hapja kufive pa logjik. Hyrja sirian, libian, prishja e strukturës nacionaliste të vendit më nacionalist Gjermanisë. 16% e gjermanëve nuk kanë lindur në Gjermani dhe nuk integrohen. Ekonomia më e madhe në Evropë është Gjermania. Ka 2 vjet që jo që nuk rritet, po është minus. Po bën vetvrasje nacionaliste. Mbajnë atë pengun e matë luftës dytë botërore, kur edhe Trump tha që këtu e morën për nazizëm, që ore nuk e ka bërë gjitha të këqija, Dolfi e thonë këtu. Ideja prap Gjermanet që duan të nxjerrin jashtë ligji ose ta konsiderojnë si terroristë një parti që është shumë herë më e majtë se republikanët amerikanë. Dhe e fundit fare në Rumani, domethënë Macroni që ka 7% votave të Francës vjen e jep mendjen në Shqipëri. Ai kancelari gjerman 31%. Piepri e Italisë 32%. Evropa drejtohet. Kush ishte Piepri? Më tregoj çik se. Më Piepri tani Meloni tani edhe pse vetëm në Tiranë kemi ndikë italisht dhe të Korçës. Piepri do e them asaj, ta e djathtë që shkon me Ramën dhe do Putinin, I don't get it. Se ka sa që i thonë Georgjia këtu. Po dhe Georgjia e bie, s'ka asgjë të keqe këta ky duhet ta ketë ky Bejleri që thot jam grek këtë tjetër gjë. Nuk i marr vesh se ç'a ndodh ti. Po mirë, se nuk është shumë për të çuditur se edhe ky i Francës si përmendet ti, edhe ky thonë që me burrë është i martuar, nuk e ka grua atë. Ka shumë zera, u bë gjoja dhe një gjyq për një. She looks like a man. Tamam burr. Pa të thënë ka foto të vogla si ka qenë, çfarë emër ka pasur, derisa është rritur edhe ky ashtu vishe që po e ke parë në këto në diskotekë, kështu me flokë. Jo, e pesi kapi duart me këtë Surelit. Nuk e hiqte dorën. Nuk e hiqte dorën. Harruan që ishin publik. Dgjoj, Fred, kur kam ardhur për të parë në Amerikë, ne ballkanik, ne kur takojmë një shok, përqafojmë edhe puthemi, e kupton, ne në gjimnaz dilshim për krah. Më shtyju më, nuk përqafojnë burrat në Amerikë, Në tjetër shikojnë me çudi të madhe se ballkanasit e kanë këtë. Jo, dhe të moçmit ta nuk të përqafonin. Gjyshi im s'ka përqafu kur. Po ka qenë pak më të ftohtë. Dorën kaq. E i shkreti, gjyshi, nuk e di gjyshi jot, po gjyshi im thoshte edhe 2 javë në anglisht. Thonë unë ne se ne luajm futboll me Anglin. Se ka pra të anglez, jo. Iku jeta gjyshi dhe 2 javë në anglisht. Iku. Po ja, vetëm nga trojkohën, se në vend të theshte për 40 ose 70 vjet ja erdhi Starmeri tash. Si do duk kjo ardhe e tyre këtu? Ata vinë dëgjoj, unë kam një gjë, nëse do fitonte Berisha me IF, do të isha anuluar samiti? Jo. Jo, po do ish kryeministra ai, prap do vazhdonte ai. Jo, domethënë, për Shqipërinë është një reklame e madhe që të vinë të gjithë, nuk ka asgjë të keqe këtu. Por çfarë fitojnë edhe në gjë nga këto? Absolutisht, edhe Mubarakut i kanë shkuar, edhe Gaddafit i kanë shkuar. Edhe Enverit i vjen. Sa milion ka harxuar Rama për këtë?
Domethënë Rama e pas ka ditur që do fitonte. Te kjo dërgon. Megjithatë, unë jam te kjo. Rama po përpiqet ty në ky komitet I këtyre I 300-ve, kujton se ka bërë ca lek kështu edhe kërkon se Jo ka bërë ca lek, ai mund të bërë shumë lek. Dhe tani kanë filluar me diamante, nuk I kanë me kesh. Por tjetra nga ato pamjen, kur sen ndonjë lek nga rroga kështu dhe mendon se me ato lekë. Po, me nexhmien, po. Jo. Këta janë të paturpshëm. Ai tha për bashkëshorten që është opozita ime vetëm. Edhe ajo tha që unë nuk kam as shofer as nano. Zotri kur vjet punojnë diku jashtë. Ty në ty. Edhe kur ka ardhur në New York ka pasur 2 datë, turni parë, turni dytë. Mos të them dhe këngët nga jugu që këndonin, domethënë. Po. Janë të pacip me këtë deklarata. A kupton kur dihet që vjedhet janë mos më ka thënë gjumi kur nxorën këto revistat në Britani. Rama pas ka qenë më gjatë se starën në gëzim I madh ky apo jo? E kupton çfarë media është dhe në Angli. Ta dinte gjyshim, nuk do të thoshte kurrë atë fjalë. Në rajnë 4 orë vlerë e madhe që ishte më gjatë, e kupton apo jo? Isha boletini me 2 kopure hyri aty në po ne na urigje rroga pensionet nga këto që ishin Rama më gjatë se starmeri. Jo, ai e ka partia punës herë laboriste, se çdo gjë do ta përkthejmë shqip. Ai erdhi për të bërë një kamp si të melon, pjeprit, më fal. Edhe pse ky tha jo, unë mendoj se do jetë po. Po çdo gjë fillon me jo. Edhe po. Kur fillon idhet në diskutim gjithmonë idhet thuhet nuk ka shoh, mas sa u fiksohet njerëzve në vesh. Se edhe mund të bëhet kjo faza e parë, pastaj faza e dytë prit se edhe mund ta bëjmë, faza e tretë do ta bëjmë, faza e katërt rini urtë u shtypim kokën. Po, edhe Gjermani tha do ta shikojmë atë mundësi. Tani nëse bën një samit të madh, nëse të arrin të thithësh investime, unë them të lutem, le të qofsh dhe I majt, edhe pse je zgjedhur nga Nezmije Hoxha, nëse ti të bën të mira për Shqipërinë, siç e kemi një të mirë rastin ta të frashit. Ideja ime dhe jote. Nuk kam ndonjë gjë se fundit kryeminist shqiptar është. Por të marrësh 52% të votave, të kesh 83-84 deputet, këtu nuk ka Einstein ta pranoj, nuk ka matematik që e pranon. Kjo është tejet Orexit. Ai mund të ndryshojë kushtetutën, ai mund të bëhet president. Dua të pyes për diçka. Donald Trumpi mos është shmendur mua, po ka agendën Heritage Foundation. Ka hedhur në kjo Truth Social Media, ka hedhur një 4 postime, një ja po ja u tregoj unë, ja ku është këtu, dhe thotë të gjitha rrugët të çojnë tek Obama, thotë domethënë kudo në Shqipëri. Domethënë ne jemi duke marrë përsëri vendin tonë. Ja ku e ke përsëri këtu Trumpin dhe po të shikosh Kejaka, shikoj këtu Kejaka e këmishës, ka dhënë që plus, po ta shikosh me këtu. Kudo në Shqipëri. Unë të kuptoj, po ta shikosh janë reposting, dikush tjetër I vë dhe I riposton. Trumpi ku janë reposting? I think janë reposting, po dëgjoj. Trumpi vuan blind justice under the law will return to our republic. Domethënë drejtësia e verbër ka për të kthyer thot me ligjet e saj thot në Republikën tonë. Dëgjoj, tani le ta shpjegoj. Trumpi vuan nga pagjumësia. Dhe kur ta rras në 2 natës, e ka një të bukur Obama eloquent, I majt, shkatroi atë shkatroi gjithë traditën e Clintonit. Man, 2 o'clock I than 2 natës I tha Twitter, tani Trumpi kështu I ka. Trumpi shkruan për njerëzit e tij. Trumpi e di që nuk zgjidhet president për herë tretë. U tall 1 muaj. Pastaj tha, ka të për shaka bërë. Dhe këto e kontrollon dot drejtësinë jo. Gjykata Supreme I ka dhënë disa shenja që nuk do të jetë me Trumpin për të gjitha gjërat. Por përmes Departamentit të Drejtësisë me bondin, të cilën e ka besnike, ai ka drejt të hedhë një gjyq dhe të ngrej akuza për gjithëkënd. Ishte rasti ish drejtorit e FBI në atë 86-47, unë tani e ditë kam që 86 pas ka qenë me të vra.
Po, James Comey. mund ta përdorim dhe ne. Po James Comey nuk është i çmendur që të bëj atë. Tani e di pse e bëri James Comey atë. James Comey do të botoj një libër këtë ditë. Nuk e lexon askush. Kërkon ty në qendër të vëmendjes dhe nxjerr këtë Twitter. Tani ta hedhësh në gjyq në Washington, ku prokurori ka mbruar një çat them dy ekstremistë nga Fox News. Judge-in, ajo mund ta çojë përpara një jurie, po juritë e Washington DC janë më të majta dhe më komuniste se juritë e Enver Hoxhës dhe New Yorkut. Këtu dënohesh me juri. Juria nuk e dënon kur. Por që bëhet problemi i madh, bëhet. Ndërkohë, Trump mund të heqi Kashiapin, se kështu e ka emrin Patelin, i cili ka 2 muaj që s'bën asgjë. Ka 7 vajtje me avion të punës të FBI në Las Vegas, aty pas kërka rezidencën, 4 herë në Nashville se ka girlfriendin dhe ka ardhur 3 herë në New York për të parë ndeshje basketbolli. Problemi është që ai nuk po bën asgjë për dosjen Meganical. Mbase nuk bën dot gjë. Don Bongino, i cili është numri 2, vllai nuk jeton lart nga unë, jemi në një kafe në mëngjes. I ka thënë që unë çdo gjë kuptoj, por këtu në FBI një gjë e di me siguri që nuk e drejton as drejtori as nën drejtori. Janë 37.000 vet. Tani Kashif Patel kërkon t'i heq nga godina qendrore, sepse di që aty janë ato përgjimet e vjetra që nga Hoover i famshëm, dhe do të shpërndaj këto të zyrës qendrore te Ministria e Bujqësisë, te Financat, te Ekonomia, dhe ka një përplasje, nuk ka pranuar shkurtimet në buxhet, nuk ka pranuar të dogjet, them se Trump do ta spostoj. Ka ngelur pak qytetar të sigurisë kombëtare, është e turshme, ja ka dhënë Rubios, po faktikisht Trump, po të shikosh ato briefing të CIA-s, ka bërë, më numërojnë me gishta. Po thyen rekordin e Obamës, Obama e kishte 2 herë në javë, kurse ky 1 herë në javë. Presidenti amerikan duhet marrë informacionet CIA për ditë. Nuk i merr. Trumpi jeton realitetin e vet. Mori shumë premtime për triliona dollar nga vendet arabe, dash zoti realizohen. Arabët i e di që nuk i mbajnë fjalët. I kemi parë në Shqipëri xhamia bëjnë. Dhe po t'ja zbërthesh ato, Bill O'Reilly ja zbërtheu, ata thanë 600 miliard. Ja zbërthoi Billi 281 dilnin. Megjithatë, pse më pëlqen Trumpi? Don Cesari i botës shkon e ulet në gjunjë për të marrë investime për vendin e tij. Tanët nuk e bëjnë këtë. Po. Shiko, si shpjegohet kjo oscilacion i Trumpit, se deri para pak kohësh, domethënë dalje me Netanyahu, dalje në krah të politikave të Izraelit, politikave kriminale për zhvendosjen e popullit të Gazës, dhe me njerë pranon të shtetësinë në Izrael, nuk bën vizitën e parë në Izrael në vendin aleatik strategjik në lindjen e mesme, në ndryshim nga të gjithë presidentët e tjerë ku kanë shkuar. Trumpi vizitën e parë duhet ta bënte në Kanada ose në Britanik. Këto janë presidentët amerikanë, aleatët kryesorë. Por dhe mandatën e parë, Trumpi gjemon Floririt, paras në vendet arabe. Katari ka bërë investimet mëdha te Kushneri. Trumpi e tha qartë që nuk e ka aleat Netanyahu. Nuk ishte thënë ka qaptas, sepse Netanyahu merr miliarda nga Amerika, nuk jep. Vendet arabe do t'i japin. Netanyahu po tregohet pak arrogant më shumë se ç'duhet me zotin Trump. Nuk e kupton që është nën të, kërkon ta konsideroj si të barabartë. Lobi ebre ka forca shumë të mëdha dhe nuk besoj se e kalon kaq lehtë zoti Trump me këtë, por i tregoj vendin. Që e meriton Netanyahu ti tregosh vendin, e meriton. Netanyahu kur ka qenë student ka ndënjur pa qira në shtëpinë e teatrit të Kushnerit. Po, e ka fjetur në në krevati Kushner. Ka ndënjur në shtëpinë e tij. Kushnerat janë familje ultra e majtë amerikane. Prallat që ata nuk janë mesorësin, le t'ja thonë Tavlan Ballës. Kushneri vetë është një mediokër.
që Trumpi e ka spostuar prej kohësh, ndryshe do ta merrte me veten Katar dhe në Arabinë Saudite, ku ai ka qenë nga këshilltarët e mëdhenj të marrëveshjes Abraham Lincoln që thon. Vitin 2020. Me teatrin e tij potallet e ka emëruar ambasador në Francë, nuk ka asnjë hearing, siç potallet edhe me krushkun tjetër, grekun e Libanit, Dulos, të cilit i ka dhënë një ofiq si këshilltar special për linjën e mesme, nuk e kishte me vete, madje e ka përbuzur keq, sepse si këshilltar ka drejt që të shfrytëzosh avionët ushtarak kur shkon për vizita, ka shkuar në aeroportin ushtarak dhe ai ka këtë s'ke punë ti. Ka folur me Trumpin e ka thënë të kam dhënë një kartë vizitë me shitmen, me tregu dhe status, për me këtë punë smeresh. Besim të madh ka te Witkoff e bre. Trumpi është atipik. Trumpi tani e ka parë, të jemi realist, ajo që ka ndodhur në Gaza, Trumpi sa do të jetë pro-Izraelit, e kupton që balancat duhet të ketë një lloj balance. Dhe mënyra se si po sillet Netanyahu po e merr Gazën. Nuk ishte ky qëllimi i Trumpit. Trumpi deshte një vend me rizorte, me gjëra, por nuk është për dy shtetin. Ambasadori që është në Izrael, Maccabi, protestant, i shprift, kandidat për president, është afër Trumpit, jo afër Netanyahut. Por hebrejt i gjejnë ato kleçkat dhe në fundit ne themi që fut që po hebrejt thonë këtu. Ata i gjejnë, janë të fortë, kontrollojnë Kongresin dhe Senatin, por ka kuptim fetar, hebrej ka kuptim racor. Po tani si janë raca tani, ata thonë racën vetë është shumë e gabuar. Jo të gjithë që futët janë hebrej. Po kupton, ka letëzim nga... Po ka janë këte nga Somalia, Etiopia, po në atë vënd. Ata që merren me diamantet, janë që futëzim. Fred, po s'janë hebrej, janë gjuish. Po ata që janë bërë Gjermani, janë kthyer më të bardhë nuk ka si tjenë në botë, tani është tjetër gjë ajo. Ashkenazët e këta. Si që bëmë le musliman, Ashkenazët nuk janë hebrej. Si që bëmë le musliman, u bënë dhe ata, kupton. Po mirë, po ne nuk jemi arab. Absolutisht. Ata vinë nga një zonë, nga zona... Arabët në lidh feja, do të në muslimanizmi, ne qemi musliman. Më kupton, po jo raca, nuk jemi arab. Edhe këta nuk janë hebrej, ashkenazim. Nese, për saktësi. Berdo, po Gjermania është prej regatshme që këtë mungesën e furnizimeve që do t'i bëj Amerika Izraelit me armë, sepse Izraeli u shpreh që do bëj luftë, domethënë pavarësisht nga Shtetet e Bashkuara, do sulmoj këto qendra dhe pasurimit të uraniumit të Iranit. Aty ka një marrëveshje. Nuk e thot Trumpi, po Trumpi vetë nuk do t'i godasë Iranin, ata Izraeli e ka. Nuk e lën Iranin të marrë armë rrethmore. Kjo dihet. Gjermania, Fred, ushtria gjermane është më e vogël se garda kombëtare e New Jersey-t. Ekonomia gjermane që është më e madhe në Evropë e ka GDP-n aty sa Kalifornia. Gjermania nuk është më e Gjermani që ka qenë. Ata bën vetvrasje. 3.5 triliona. Po çfarë po pra aty me Kalifornia. Kalifornia është 4 trilionësh, po mund të jetë Gjermania pa. Prap, kjo është nishi i Evropës, ka 2 vjet që s'ka rritje. Energjia në Gjermani kushton 4 herë më shumë se këtu. Dëgjoj Berto se ka. E katra në botë. Japonia e treta. Ka duket 4, India një 3.5. Kudo në Shqipëri. Tani dëgjoj. Evropa është mjeshtre për luftra, nuk e kalon dot njeri as Amerika, as India, as Kina. Evropa ka për të rjetën luftra. Po prandaj aty më rrit. Jo. Do ta shikoni për 2-3 vjet ku. Jo. 20 vjet po. Duhen 20. Jo. Dakor. Po ta jap me fakte tani. Do flasim për 2-3 vjet prapë bashkë. Për 2-3 vjet mos ketë bëje. Do t'i ulni gjuhin dhe Rusin dhe Amerikën për të parë. Po ajo është Evropë e burrave, Evropë e De Gaullit, Helmut Kohlit. Europa është shumë e fortë, më dëgjoj mua. Po jo Evropa gejve, Fred. Këta tani e kanë marrë gejt Evropën. Unë ta kuptoj atë.
Gjetë janë administratorë, janë shumë të fuqishëm për të njerëzat e botës. Tani ma dëgjo. Me ata do tjetë me luft Trumpin, qofse shu si shduket, po. E the, tani ma dëgjo. Me luft dhe... Ma dëgjo. A do t'i mundot. Ma dëgjo. Sepse Deep State-in e ka brenda në Amerikë, përveç Evropës patës, jashtë. ata ishtë nuk, dëgjo këtut. Në 56-ën, presidenti ishte Eisenhower. Dhe Eisenhower ju tha, ju keni bërë luftë gjithë jetën me njëri tjetrin. Nuk do t'i lëmë të armatosu, do t'i mbrojmë ne. Kjo ka qenë që se kanë lënë Evropën të armatosit. Trumpi nuk i pyet njëri te Eisenhower. Dhe i la të ndërtojnë shtetin social, i ndërtojnë Amerika i ndërtoi sistemin partijak, median, Rockefellerit që komandojnë Amerikën janë ushtarë të Rothschild. Po, gjë, këtë vënd... Tani një gjë, nuk i pyet njëri që futët të janë white Anglo-Saxon protestant, ata syje shilet. Valen ata i përdorin, mos yrtë ajo. Evropa mund të bëjë si shto tipë, do 20 vjetë. E ka lënë kod, nuk ka... E diti që kur është bërë një lojë ushtarake e NATO-s, ushtarët Gjerman ka qenë me poshtë druri se unë dhe tinkon e në verit. I ka shkatruar nga ana ushtarake. Ata mund të bëjnë, do 20 vjetë. Hikën Trumpi për 3 vjetë. Do të kthehet prapa i normalitetin, broja ushtarake bëhet nga Amerikanët. Nuk ka pse prishet Amerika me Europën, pa diskutim, se qytetërimi nga Evropa vjen këtu. Do prishet sepse nuk mes Kanadaja dhe Grönlanda. Kanadaja hoqi tarifat sot. Nga Amerikës. Trumpi do fus çizmen atje, nuk e le atë. Nuk dëgjoj, të mostrën atje të punoj për Anglinë. Me tarifat ky heq çdo qeveri. 2 javë bëjnë tarifa këta, e ka kuptuar këtë forcë. Se si do të vazhdoj pasaj është tjetër gjë. Në qoftë se nuk ka sukses në ekonomi, do të zhduket. Të pyes një çik për zgjedhjet, nuk në Shqipëri, nuk është ndjerë Shtetet e Bashkuara, rezultatin zyrtar apo... Jo, unë të thash. Jo të them, a thanë e tha. Unë i qova pyetje zyrtare, si që kam drejtën, thanë që jemi të vetëdijshëm, jemi ndjeni për allegation, pra për akuzat për parregullsi, shqiptarët duhet kishin votuar të pa intimiduar në bazë të ligjeve. Kjo është. Pra, Departamenti Amerikan e di që ka pasur parregullsi dhe thot që ne duhet votonim të pa intimiduar dhe sipas ligjeve. Po trishtas nuk ka zgjedhje të ndershme. Po ta zbërthesh tani, nuk kemë urime që vraponin për ta uruar. Por po, domethënë kjo administratë është më e ftohtë. Departamenti i Shtetit është në disarray, do të shkrihen dhe ka filluar të shkrihen 130 byro dhe zyra. Nuk do të ketë më byroja të demokracisë e drejtave të njerëzit, ajo byro që bënte raportet për zgjedhjet. Do ta shkrihen atë. Ka ardhur tek Evropa një biznesmen, shefi i Evropës, nuk është diplomat. Është nga stafi i Rubios, pra edhe aty nuk do të kemi atë qasën siç ka qenë më parë. Unë kontaktet i kam me zëvendësen, e cila ka qenë gazetare shquar te Fox News, por që nuk mund ngrej shpresa të them që këta nuk do të njohin zgjedhjet. Për mua ka një paralele si me 96-ën, kështu filluan edhe në 96-ën, gradualisht. Ky muaj maj kur bën zgjedhjet muaj maj se bie çuri përsëritje gjithmonë. Po përsëritje nuk e di tani se varet sa do ta provojnë këta marzhin e vjedhjes. Sepse kur ti thua që ai ka falur 150 milion dollar gjoba, këtu në Amerikë nuk ngre një problem se Biden i fali 5 miliard dollar huat të shkollave. Pra, është jo e moralshme, po është e ligjshme. Aty nuk ka ligj, ajo ideja për tyrë me qeveri teknike do ishte gjë më. Me Ramën nuk fiton dot kurrë. Ai të mbyt. Domethënë administrata, ai ka administratë të fryrë, patronazhistët, ai e din rezultatin. Sa për samitin, që këti erdhi Macroni e Piepri, Berishës në 96-ës i erdhi Colin Powell me George Bush. S'do të thotë gjë. Por që Evropa... 2007 edhe në 2000... George Bush, Colin Powell me George Bushin plak. Po, erdhen për zgjedhjet, kërkuan i përsëritje, se po të mos kishte ndodhur në 97-a, Ramas do kishte ardhur në Shqipëri fare. Do të kishim pasur ne do të kishim hyrë në BE, ne do të kishim hyrë në NATO, shumë herë më shpejt. Në 97-a e ndavët. Tani që Evropa do të atukon e dorë Ramën duket. Departamenti i Shtetit nuk është njësoj si Blinkeni. Do të presi do të reagojnë për Rumani, se kandidati i djathtë rumun thanë që mi vodhën fillimisht.
pastaj u pan votat e diasporës, e detyruan thonë që humba. Por humbi me... Se nga 19% doli 54% më duket, kurse u rrit shumë 42%, u rrit shumë numri votuesve, si shtanë ata. Por problemi është këtu që nuk del në median amerikane falër as Rumania as Shqipëria. Doli pak të CNN-i ajo vajza Shkodranë të Eurovizionit. Dhe media këtu është mos për nuk përshëndesim atë çiftin ajo kam dy na ndërruan në Eurovision me një këngë serioze, pak a shumë nga ana e formës me performancë të mirë. Ajo shiko, më shumë shqiptar me një përmbajtje me çifte lirë bukur që ishte harmonizuar me lëvizjet e vajzës në skenë dhe me atë këngën e atij rockerit që shoqëron diçka ka atë. Më lese më ajo unë kisha vite pa parë Eurovision, për shqiptarët votuan më shumë për këtë vajzë sepse përballën Flamur Nokën dhe pra politikanët. Edhe pse ishte me pagesë. Ky është mesazhi. Mezi u bën 200.000 vota nga diaspora. Kur dihet që 1 milion janë shporur nga Rama. Janë ndaluar, janë quajtur të kurse këtu pagoje 20 € dhe nga Amerika për të votuar. Kjo është gjë e bukur. Si të duket ty që një qeveri, ka në rast në botë një qeveri që ka dendur 8 vjet, 12 vjet. E ti ikin 1 milion. Dhe jo, nuk e kisha për atë, po e kam fjalën nga 730.000 votues merr edhe 100.000 më shumë. I mori jashtë. 715.800. Jo, i mori jashtë, se brenda Shqipërisë ka marrë më pak. Po shiko, është ulur 200.000 numri votuesve këtë radhë dhe janë shtuar 190.000 tuaj. Tash si ka mundësi që ky mbas 12 se shiko, brenda nga votimet e brendshme ky doli 52. 8 miliardë janë nga trafiqet e drogës njërë. Ajo e kontrollon Shqipërinë. Ajo, se si e përpilojnë GDP-n ata, se institutin e kanë vetë. Berto, është tjetër ajo. Po pra. Ajo e drogës. Po pra. Ajo është ekonomi e zezë, ajo është vendosur mbi këto. Po pra. Kjo është ekonomia formale, ajo është ekonomi informale. As e turizmi, nuk ka pasur as Spanja, as Italia, as Greqia. Po s'prodhove, po s'pate fabrika. Tani pse? E para punë sistemi zgjedhor është skandalos. Të dy partitë janë përgjegjëse. Sepse ai 52% s'duhet marrë 83, po t'jetë proporcional. Tirana është më logjike, është 46% në Tiranë. Aty s'ka pasur mundësi të vjetë. Tani kjo ndodh dhe në Hungari. Ka 2/3 të Orbani. Vendi ka rënë ekonomikisht. Kjo ndodh në Turqi. Erdogan rri se çdo vit shton 2 milion në shtetas që vinë nga Iraku. Pra gjejnë mekanizmet këta autoritarët, Putini. Edhe ky e ka gjetë këtë me votë, nuk e heq dot. A kupton? Ajo shtojnë këta racat me ngjyrë, disi janë mbushur lagjet. Lagjet që të vesh. E turpshme. Janë mbushur me këta racat me ngjyrë. Unë s'kam gjë me këta. Jo, po ai po ta vesh re. Soft. Ajo urren. Më kupton? Ajo urren Shqipërinë. Ajo urren Shqipërinë. Ai nuk rrim shumë se 2 javë në Shqipëri. Po të shikosh. Shqiptarët që se kanë kuptuar që ai është një kryeministër i deleguar nga këta mostrat e kabalës për të një esmen që të na e fusne me ç'keni ju. Ja, me batuta. Ti atje. Ja, nivel, po përgjegjësi ka dhe opozita. Do është Real Madridit fiton dhe kupën e kampionëve. I jepi Rothschildve. Çfarë doni? Bregdetin thuhet që po negocion me këta gjujshët për ta marrë ata gjithë. Po asi parti nuk doli kundër Sazanit. As ta veç klita as turpshme. Sazanin e njëjta gjë, po ja u shet tyre tuajve. Arabëve. Ta zhvillojnë shqiptarët për kritere të mira. Po. Ta zhvillojnë ta kenë shqiptarët, të jetë pronë shqiptarëve. Jo më bëjmë tender. Pse jo jep tuajve? Jo bëjmë tender, jo falas. Nëse do të thuhet me investim, po jo falas. Pse? Sepse donte të blinde Trump. Kur përpara se të bëheshin zgjedhjet, kishte bërë gati librin për Qamile Harrisin, kjo shefja opozitës shqiptare Linda e Sorosit, dhe doli blof. Dhe këti ja dha mbas kryetaria e mazhorancës është Linda. Po, pa diskutim. Dhe ja dha
Është ajo që ma shtyllat e tani, me xhmia moderne, po t'i them. Dhe kontratën paraprake këtij që i uroj mos vdes se është keq me kancer, ja dha mbas 5 nëntorit dhe është paraprake. Tani me dështimin që i ndodhi në Beograd me Vučić, asnjë nuk e di se ç'bëhet me fakti që ai nuk i erdhi në Shqipëri. Unë e di, kam thënë Fokus, nuk vjen ai. Nuk vjen. Ka një përplasje Grinellët me por ideja kjo që doja të thoja Fred Mosmike e kishte sot në Fokus. Ne duhet të reformojmë sistemin partijak. Ore më gjen një mitat frashër, një intelektual, që do Shqipërinë, që në këthojnë u bë me Gjermanët që mos bëj lufta civile. Në thojza po them. Që njeri që hiku kur u desht, as nuk deshte ta dinte, i hoqi nga qeveri. E këti e di. Në Amerikë, po e them edhe një herë, Donald Trumpi nuk është kryetari i Partisë Republikane. As Clinton nuk ka qenë i Partisë Demokratëve. Partitë nuk janë kazerma ushtarake. Nuk bën listat për deputet për kongresmen kryetari i Partisë Republikane Demokrate. Nuk e njeh njëri këtu në zotëri. Bile, po ke kota, këtu quhet Këshilli Kombëtar i Republikanëve. Ka një kryetar i Këshillit Kombëtar, ky quhet, dhe një bashkëkryetar, po ti dhe i mashkull është ky femër. Po të shkosh në Washington, 5 dome kuzhinë ka, as 10 vet, ka një ndërtor ekzekutiv, edhe Laçevita ishte në ndërtor ekzekutiv për ca kohë, nuk është më. Kështu duhen bërë dhe në Shqipëri, që të heqim këta kryetarët e përjetshëm. Lideri është lider, ai mund të jetë kandidat për kryeministër sepse ne nuk kemi presidenciale. Për mua më mirë do ishte republikë presidenciale se shpëtonin do kishte kufizim mandatesh. Po jo të bëhet si Putini. Po ai mu duk fizikisht me dhimbje të mëdha Rama, kur pretat të Macronin, atë Ligavecin e shikon si përdridhet ka dhimbje të mëdha në kollon. Kse këtu çdo vit presidenti bën atë analizën vjetore dhe publikohet. O zotëria përdor drogë, ky as përdor. Pse nuk bëjnë analiza këto dalin para shqiptarëve? Ajo cognitive test që do ta nxirrte Biden si cenzori. Se ti i pe këta Macronin, Mersin dhe këtë Starmerin në tren atje me miell. A ke parë video? Jo, me tren s'kam parë. Po duke ikur në Ukrainë, më duket nga Polonia, si the? Ishin në vapor. Në vapor, më thot, ky regjis, unë e di që ishin në tren, edhe yri media aty ke dhoma që ata kam pasur dhe të gjithë bota është një video që është parë me miliarda herë nga njerëzit. Po ti dhe vërtet është e turpshme, kjo është BE-ja, për që po të them, nuk është BE-ja De Gaullit, Helmut Kohlit, BE-ja e njerëzit me dhe Thatcherit. BE-ja dhe ka marrë Sorosi komplet. Nuk ka kufi. Wokizëm, radikalizëm i majt, sa del një forcë djathtë e mbysin. A kupton? Nuk ka kufi. Ky mostra Kudo në Shqipëri.